Të nderuar qytetarë, dështimi i sezonit turistik është një fakt tronditës, të cilin as propaganda e qeverisë nuk po ja del dot ta mbuloj atë. Sepse Shqipëria që shet propagandë nuk është Shqipëria që kërkojnë dhe presin qytetarët dhe turistët. Mungesa e standardeve më bazike, që organizimi dhe kaosi janë realitete që nuk mbulohen dot. Në kulmin e sezonit turistik, vendi përballet me ujëra të ndotura, mungesë ujë të pishëm, mbetje, trafik të paralizuar, transport kaotik, plazhe pa siguri, infrastrukturë të pamjaftueshme dhe zjarre që shkrumbojnë territorin. Turizmi nuk matet me propagandë të trash, me hyrjen e daljen në kufi, po matet me atë që turistët gjejnë, sapo ata mbërin në Shqipëri. Ujërat janë një alarm mjedisor. Shqipëria renditet e fundit në raportin e Agjencisë Europiane të Mjedisit për cilësinë e ujërave larës. Vetëm 19% të plazheve, liçeneve dhe lumenjve klasifikohen me cilësi të shkëlqyer, një katastrofë e vërtet mjedisore. Problem është veçanërisht shqetësues në Sarandë, Vlorë, Durrës dhe Pogradec, ku ndërtimet pramburimeve ujore, hedhja e inerteve dhe mungesa e trajtimit të ujërave të zeza rëndojnë situatën shumë. Ndërsa shkarkimi tonelatave me ujëra të zeza në plazhin e ri të Vlorës apo edhe në atë të Gjirit të Lalzit është kthyer në rrezik për shëndetin e mira pushuesve. Sipas Eurostat, vetëm 12.6% e popullsisë shqiptare ishte e lidhur me impiante që ofrojnë të paktën trajtim dytësor të ujërave të ndotura, ndërkohë që mesatarja e Bashkimit Evropian është 80.7%. Kjo situatë skandaloze asgjëson mundësinë që Shqipëria të jetë një destinacion europian turistik. Nga ana tjetër, transporti publik është totalisht primitiv, i çorganizuar dhe pa standarde. Turistët që zgjedhin transportin publik përballen me pritje të gjata, orë të parespektuara, mjete të amortizuara, stacione të papërshtatshme, mungesë informacioni dhe akses të kufizuar për personat me aftësi të kufizuara. Probleme nisin që me hyrjen kryesore ajrore të vendit. Rinasi, që është aeroporti i vetëm në Shqipëri, pas dështimit me turp të aeroportit të Kukësit dhe të Vlorës, përpunon mesatarisht 56.000 pasagjerë në ditë, por në kulmin e fluksit, kapacitetet e shërbimit të tij nuk janë përshtatur fare me numrin e udhëtarëve. Vetëm 4 shirita për bagazhe përballë mijëra pasagjerëve që mbrin çdo ditë në Rinas, sjellin pritje të gjata dhe tregojnë një realitet primitiv që nuk ka lidhje me imazhin e një destinacioni turistik europian. Gjithashtu në sezonin veror, trafiku është shndruar në një tmerr dhe ankth të 10.000 qytetarëve. Ky trafik asfiksues paralizon akset kryesore dhe veçanërisht rrugët përgjatë Bregdetit dhe ato që të çojnë në daljet kufitare toksore. Në orët e mbrëmjes, kur pushuesit largohen nga plazhet, lëvizjet bëhen pothuajse të pamundura për shkak të trafikut me kilometra të automjeteve të bllokuara. Turizmi masiv nuk mund të funksionojë pa infrastrukturë që përballon fluksin dhe pa masa efektive për mbrojtjen e jetës. Nga ana tjetër, plazhet përballen me pasiguri. Ligji kërkon kulla, vrojtimi dhe vrojtues të licencuar çdo 80 metra, por në terren kullat shpesh janë bosh. Incidentet në det dhe humbjet e jetës gjatë këtij sezoni janë një kujtesë tragjike se siguria në plazhe nuk mund të lihet në mëshirë të fatit. Edhe rreziku nga mjetet e ujit për pushuesit mbetet i pranishëm. Siguria e jetës duhet jetë standardi i parë i çdo destinacioni turistik.
Gjithashtu, në këto ditë të nxehta, përballemi pa ujë, pa energji dhe me mbetje në rrugë. Në kulmin e sezonit, zonat turistike përballen me mungesë të ujit të pishëm dhe në raste të caktuara me mungesë të energjisë elektrike. Në Durrës, veçanërisht në lagjen 13, në sektorin Iliria, banorët kanë mbetur pa ujë me ditë të tëra. Në Sarandë dhe Ksamil, furnizimi me botë është kthyer shpesh në një zgjidhje emergjente. Paralelisht, menaxhimi i mbetjeve mbetet problematik. Kosha të mbushur, mbeturina të shpërndara dhe erë e rënduar raportohet në Sarandë, ndërsa situata të ngjashme hase në Durrës, në Golem e kudo në Shqipëri. Ky është minimumi që një qeveri duhet garantojë gjatë gjithë vitit, e aq më tepër në kulmin e sezonit. Gjithashtu zjarret, një tjetër goditje ndaj turizmit dhe mjedisit. Qeveria tregoi qartë se korrupsioni i saj e ka lënë vendin pa avione zjarrfikës dhe mjete të tjera shumë të domosdoshme, duke lënë situatën në mëshirë të fatit. Plazhet nga ana tjetër janë shndruar fatkeqësisht në luks të paarritshëm për shqiptarët. 53% e familjeve shqiptare nuk përballojnë dot një javë pushime në Shqipëri. Çmimet e papërballueshme në raport me të ardhurat u kanë hequr mundësinë qytetarëve t'u afrohen plazheve. Mungesa e plazheve publike e ka bërë Bregdetin të aksesueshëm vetëm për disa, duke përjashtuar familjet me të ardhurat të ulta. Pas shifrave mashtruese të propagandës vulgare, nuk mund fshihet një realitet dramatik që flet vetë. Turisti që pret me orë bagazhin, që ngec në trafik, që nuk gjen ujë, që përballet me mbetje në rrugë, që noton në ujëra të ndotura apo nuk gjen sigurinë në plazhe. Nuk e përjeton Shqipërinë siç e shet propaganda qeveritare. Problemi pra është mungesa e një shteti serioz që di të garantoj kushtet minimale. Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik, por për ta përkthyer atë në të ardhura duhet më pak propagandë, më shumë shërbime, më pak beton, më shumë mbrojtje territori, më pak interesa klienteliste, më shumë siguri dhe standarde europiane. Ky është realiteti që rrëzon propagandën, pra një vend me potencial të madh turistik, por me një qeverisje të korruptuar dhe të kriminalizuar që nuk ka prioritet shërbimin ndaj qytetarët, por vetëm aferat korruptive në funksion të klientëve të saj. Faleminderit.